është një reformë themelore që shkon në funksion të bëri shtet dhe që kalon përmes vettingut. Vettingu nuk është as për mua, as për ambasadorin amerikan, as për prokurorin e përgjithshëm, as për një X apo një Y tjetër. Vettingu është për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi që më në fund të çlirohen nga kthetrat e prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar që i morën frymën këtij populli 25 vjet. Këtë deklaratë kryeministri Edi Rama e bëri gjatë prezantimit të skemave lehtësuese të OSHE-s për abonentët, ku në prani të ministrave Gjiknuri e Klosi dhe administratorit të OSHE-s, Rama premtoi faturim elektronik brenda vitit dhe faturim 4 herë në vit. Leximi i faturës do të jetë kudo, jo më siç i duan syt dhe siç ja kërkon xhepi një lexuesi, por siç e lexon kompjuteri. Po punohet për të vendosur një mesatare të konsumit të gjithëve dhe leximi të bëhet jo më çdo muaj, po të bëhet 4 herë në vit. Dhe në bazë të leximit do ketë pastaj balancimin, nëse mesatarja që ti ke paguar në një rast është më e lartë sepse ke konsumuar më pak, ato para do të ulen nga fatura e ardhshme. Nëse është më shumë, do të rriten në faturën e ardhshme.